Arafati i përmbledhë të bën një pjesë, jo krejt, të ajtës, të yndyrës, të muslimanëve më të mirë që ka Zoti në tokën e tina. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një shëmërie me kapila. Çdo njeri këtë dynja e ka një vend në xhenem dhe ka një vend në xhenet. E hapi syt apo punon parandej dhe hupe këto, apo punon për këndej, jap Zoti kujnë atën. E Allah i madhruar kur amneston rëbë të ti për xhenemit, pra i afshin emër për listës së xhenemlive në vendin për më caktuar atje për ta. E që i bie me fjallorin tonë, u apën haram xhenem. Ditë për në cilën pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, doja më mirë është ditën e Arafatit, doja e cila bëhet ditën e Arafatit. Allahu akbar, Tashma në këtë kohë dhe kemi hyrë në kohën për cilë kemi arë të të kohë të cëtrimit në Arafat. Dhe i tash kemi qenë në pritje, tash është maratona e lutjeve, të duave, të madhrimit të Allahut, dhe të zelalu hudirit dhe përdimin e tjepit. Për një kujtet dhe kujtet të verës sajtit dhe të madhen, dhe të një preferojmë që të ketë një literat tematike për të çështje, duke pas parasysh që kemi në zëllat të përshëm në tekrat tonë, nëse se në tekrat të vatë në zërat, dhe kemi vatë që në mesin tonë kemi vatë ka tekrat tjetër, po një hoqë shumë të vatë në Kosovës, në tërshë që Krasiqi, i cili është në mesin tonë, dhe kemi shumë privilegj që ai sot të bëjë ligjëratën tematike për këtë të ndeshme. Dhe Arafatit na kujtoi neve për gjerën e kësaj dite dhe për përkushtimin që duhet ta kemi. Pastaj do të bëjmë edhe një dua dhe gjithë Allahu i shpërblet për dëgjimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Të ndëruar vëllezër haqilier, emri haqi është emri i madh. Është vlerë i madh. Është privilegj e madhe me këmbët e Allahut. Në cilën Allahu u jep atyre të cilët e vizitojnë shtëpinë e vetë, vizitojnë të vendit të bukura, të mëdha. Andaj një quajme të haqi sepse ka bërë faqë. Sot është ditë Arafatit. Ani më qëtësiku dërmari Zefentiu Muhammedit. Ashme kemi jenë të kohën Arafatit. është kohë e lutjeve të duave, por në gjitha të një këshirë të vogël, për një aplikove të vetës, edhe juve se të praneshëm, dhe cilve o ato, thërë, në mirë, që kemi qefë që të gjithë ju, që shkena qefë për shkirtin tonë, që pra në lutje të duave, e më këthyje në shtëpinë e vetë që ka lidhur mama, andaj, nga vletë e këshillojnë në një. Përës të këshillojnë, të tjera të këshillojnë në vetën tonë, për këtë ditë të madhe, nuk e mësë madhe në kohë. Të dhe me shumë, dalemi e të nëntorë, apo e bimë të jetë. E shaman që ka në mune edhe për nuk kalemi telefonat, dhe në ato i telefonat të rapotit, por nëse marrim nësë në angazhime të rësenë, në atë nuk të pasë dhe në kënë zavëllarë në shumë, e ndoshta këtë të të kësaj këshile qinje të të nga dhe tjine të varë dhe tjine në herë. Të dhe me shëtëruar, andali me neve në ndu ma prej me ku jetë. Ku jetë. Një përgjigje është jenë në Arafat, në vendin me të shajnë.
si në Allah për të Allah e veçaj. është në prunë në jetë. është në silë. Sa muslimën tjerë ka po. Nërsa ne një pjesë e vogël, shumë e vogël. E të numërit të madhë të muslimanëve në ardhë këtë vend. I të një vetë, sa ta të cilët të sjellë Allah për të haqë pra ju, janë të zgjedhërit e Allah. Janë të zgjedhërit e Allah në muslimanë. E muslimanë kretë janë të përzgjedhërit e Allah, prej njerëzimit. E pastaj ata të cilët të sjellë Allah për të haqë, i ka rezgjedhur, i ka përzgjedhur rishë në zetë. E konsiderohen për muslimanëve më të mirë në dynja. Pra Arafati i përmbledhën të banë një pjesë, jo krejt, të ajtës, të yndyrës, të muslimanëve më të mirë që ka Zotë në tokën e tina. Arafati i përmbledhën i të banë në Zotë e Allah i ka sjellur evlijat e ti, njerëz për evlijat më të dashur të Allah. La ilaha illallah. Ka njerëzit para, ma shumë se sa jo, dhe ne, shetisën e kanë shmëtësi me shetit, me shumë se sa jo dhe ne, do është në shumë heri binë rrëth dhe rrëth këti vendi, por këtu nuk ja bjenë Zotë me arë, apo dyre në kanë në spaku sa ka. Ka për neve të cilët kur jashtë në vendet s'kan dalë. Në udhëtimin e parë që e bojnë jashtë e bojnë këtë vend, thjesht Allah për ka përësirë. Andaj kur ka qenë që kishtin në kry, dhe kujtën se qëfar gradët të lartë pas ka ngritë i madhe i Allah. Majë, rruje këtë gradë. Këpëtën figuratin mësë shgenjeni Allah të në madhruar. Por të rëgëni Allahët se vërtet i hini evlija për Allah. Të përzgjedhur të Allahët. Dhe thoni pashë në mua, Zotë, jo, na vërtet nuk je mua të mirë. Por të përdën me në bëneve të mirë. Andaj na ke pru këtë vend të mirë. Vendin më të mirë të mund shumë tokë, Zotit. Në vendin ku pastrohen, filtrohen, qirohen, njerëzit prej çdo shqiple njove. La ilaha illallah. Arafato këtë. Këtu pravi njerëzit për të përzgjedhur, apo një pjesë atyre të përzgjedhurve, sepse në këtë që s'ka dhe porra njërë sa të tushka, andej që s'ka ardhur tani, apo ka qenë më herët, apo vinë me votë. Në anën tjetër, ata të cilët vinë në këtë vend, mendimi jam, lërsimi jam, janë në dy kategoria, po një këshën të ashtu. Një këtë kategori janë vërtet e vlijat Allah. Të cilët që kur e kanë shënu emnin, e kanë fillu me letë, deri të ditë e nisjes, e kanë vazhdu me letë, deri të shikimi qabës, e kanë përjetu vazhdu me letë, edhe deri sa të dhehen e vazhdoj me letë nga përsia që në këtë shpinën, shtëpisa Allahut të zërë. Të evlijat Allahut, ose vinë me kry një farës të Allahut, e që është gjalla për ata që vinë sefë, në muhazë, që është shumit sa haqive. Ose vinë me një për 3 pjesën Allahut që ja kanë rronë. E neja kemi dhanë Allahut pjesën që tu në Arafat, kër e ka kryu Ademin alayhi salam. Që tu në Arafat, ne kemi dhanë pjesën Allahut.
Kur Allah e sarabët e ti, e lestu me rabbikum, qalu bela. Kur Allah e zorë losë, rishbine se Ademit alayhi salam, kur të thërmijave që ka në qenë deri kiamet. Ashhadahum ala anfusihim, qala lestu me rabbikum, qalu bela. Dhe i thanë po, zëtë shmuel se ti e zëtë një. Tani are për trim Allahut këtë besë, atë besë atje me këtë besë këto. Dhe natyrisht edhe ngritën edhe më shumë. Lloji tjetër, do shta si ne që shtu apasion, të cilët nuk pretendojnë se jem gradën e vlijave të mëdhejt Allah, por pretendojnë fort se i dua, se i dojnë e vlijat të Allah, i dojnë a burra të mëdhejt, të cilët janë i gjendje çdo gjë me për Allah. Edhe në këtë fakt madhe me qëndru. Pse neve Allahu në ka sjellë kushtet mira në këtë kohë, respektivisht këtë vit, edhe vitet e fundit, ka njerëz për tyre që për e flet, që ka ardhur kohë për të drekur, dhe të kohë për të drekur edhe që tim, nuk për nërgoja me vapë së vapë e ljodhe, sepse vapa s'kërim puna, s'tenda, s'kërim punë për gjanë. Hapsir. Hapsir. E Allahu i madhruar, pra edhe në atë kohë dhe këtë kohë, janë kaqë në vlijat Allahut i qëndru Zotit. Në fjallë dhe kanë qëfë në ngrit lartë. Pra, nëse jena të ty në lartëve, tani për të rinë besën e Allah. Nëse si jem për i tyne, për pretendojmë me kanë për i tyne, atëherë ta shfrytëzojmë këtë ditë, sepse është për i ditëve, për i kohërave, për i shansave, për i mundësive, më të ardha, në ngritë në rangën e burrave. Thuj ndryshe, cili prej neve nuk ka qenë në shënur të Allah i madhruar burri madh. Kohë sëtë, është mundësia mas 50 vjetë, mas 70 vjetë. Sepse është ditë që Allah do mrapa nuk e të thënë. është ditë ku Allah i madhruar në ka ditë vitë që amneston për i gjehnemit, amneston të në thoni afshin, amnin për i listave të gjehnemit, më shumë se sa që amneston sot ditën e Arafatit. O, musliman, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një shëmëri e kabila. Çdo njeri këtë dynja e ka një vend në gjehnem, dhe ka një vend në gjennet. La ilaha illallah. Ka një vend në gjennet. Dhe ka një vend në gjennet. E hapi sytë, apo pëndon për andej, dhe hupe këta, apo pëndon për këndej, dhe kjapë zoti kujnë atën. E Allah i madhruar për amneston rëbë të ty për gjehnemit, pra i afshin emër për i listës së gjehnemlive në vendin për më caktuar atje për ta. E që i bije me fjallorin tonë, ku apën haram gjehnem. A ka sa më të trajtë më të shumë? Nuk ka. Se më në bu Allah gjehnemin haram. Më në ngalu, mas një liu gjehnemit dhe prejkë trupit tonë. La ilaha illallah. Di për në cilën pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, khairu dua, duau yawmi Arafa. Doja më mirë është ditën e Arafatit, doja e cila bëhet ditën e Arafatit. E pastaj thëtë, u khajru ma kultu ana wa nabiyuna min ba'di,
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيشكا ما أمير شك أمضان لفيك أمرجك أنشي برامية أشتيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد لا إله إلا الله وتمسككم تمتزجروها. أنا كوها الدواس اللي أي استغفار نقاط نتشفى نصير الشمس ساكن. الكتيتي ماضي الله بنشمل ملاشة وتبيتا دار نشير وي ملاشة تمية فرسك نار تعرف تمية جديد فرسك نار فلنين نستبيتو نيوني تيتبرتين نار me pashkre të tyre, e me u pjekën vapë, e me hargjur ne këtë e këtë, jo zotë, jo zotë, jo, kemi arë për fjallën e Allahut, me që urdhër Allahut në vend, me krynë të tyrë të madhe që shtylla e Islamit, haqit, zotë jo kemi arë me të drejtu ty, e më të lutë, e ti e zëtë në qëtësisë. Pra Allah dhe të melaqeve të veta o melaqet e mija, ju bahi bihimu të melaikete, e që i bje kërnohet Allahu me rëbë në ti, me haqib në ti, para melaqeve lartë në qilë. Që ka në rëbë në ti? Ka marrë të plehlosur, të raskapitur, pa krehon, i vjen era njerës, që dojnë ata? Qa dojnë ata? Ata dojnë me i falë Allahu. Ata dojnë me i falë Allahu. E Allah thot me lasheve ti u shhidukum e enni këtë gafartu lehum. Unë dëshme juve me lashet e mija se i falë ata. La ilahe illallah. 70 vjetë. Ka një gjënah në ditën e se kena pa, kishë të 13 vjetë e në kam, në moshën më dhorë. Dhe që, zbret 50, 55. Ka një gjënah në se kena pa, sa bëhet. E së të shdita, ku Allah i falë krejt, sepse falë shumë, sepse falë ma shumë se qëtë të tjetë të nërë. Natyrisht, në bërë me kalu këtë pëtë seke dhe në pikë tjetër, fjallë është për gjënahat e vukë, mësë të të sepse që shtë të të mija i njeri cilë në tëtë, se haqë pa gjënahat e mëdha, jusë të ta, do të kërë të bëjtimu të të zotit. Ja. Haqë gjënahat e mëdha nuk të falë, mundet me të zbejë, jo me të shimë. Banë me, amelet e mira, haqë kry amel i mirë. E me të edhe Ramazane atje, e sa të ka edhe punë tjera të hajrit, na i zbet, gjënahet e mëdha, ama nuk shimë. Gjënahet e mëdha fshien me përtim istikfar, dhe nëse është hak i robit, me lipë halalin, nëse ka hakin robit, nëse e përma. Andaj, të cilët ka bëhatet e veta shumë popullit, në stime me zotë, dhe kërkan e kej madhe Allah mi falë krejt mi falë. Në bashkan gjithë një pëmbimin e për gjënahet në valë të rogna, nëse në hak të Allahut, si puna namazit, sepse shumë musliman, për një mësafir që i vjen, e pritën me prish mahabetin me te e le namazin. A i nuk e të qëfar gjënahi bani bre, a i nuk është të buks, a i nuk e të që ka mundësia rënën dinin krejt për një namaz, mundet me të rëku bujar, e burri mirë, e një këqëri mirë, e për hatër mësafirve e le namazin, apo ati pa pak një kush presion e prish Ramazanin,
Runa së të sene tjera që ti mineqin gjënahat më dha. Nëse të shditë, o, muslimën të mi, e thomë që nëse i kam shpirtit, jep në Zotit besën. Thash me herë në përtëri besën e Allahut. O, Zotit jonë, nuk pretendojmë se jena burrat me edhe të mirë. Por duam të jemi të mirë. Dhe i përta për fjallët të i Zotit jonë, se mo nuk këna me bo haram. Nëse kemi la namazin, Zotit jonë nuk ka me la namazin. Veç palma ti mua të kaluarën në Zotit jem, sepse s'kthehet më rapa jo, s'u e kthej kohën, me i kompenzu. Po mu e shfrizajtarë në sa komime. Nëse ke po dikuj zëllom, një lip halalën për kthehet. Nëse se kemi lip për kemi arë, dhe mja këthujo haku njerit. Theja unin tënë, theja hëmë shëjtanit, theja hakin vlatë e motrës e të gjithë, sepse vjen një ditë këtë vje pishmani shumë, për bëhet për. Në ina musliman, njerëzina ka pojë, fore për bëm gabime, dhe kërkën falje të Allah dhe të një. Andaj ta përtërim besën e Zotit, ta përtërim besën tonë që a kemi dhanë Allah, e që jepë fjallën Allahot, që aj, që ati nuk në me bohë gjëna, nuk në me lanë namazin, nuk në me bohë te, nuk në me bohë te, nuk në me bohë te, dhe kështu më rallë. Të regoni që një burra të mirë. Me shërëzën e bohën, diri për e të mirë. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wa sallam, Kalimi kërësor, këtë rapat të të marë në gjamin e mera të. Do shta gjysë janë njerëz në zemë të. Një dy herë janë falë. Drek një qëllina të në rapat në gjamin e mera dhe kam të gjuar. Imamin duke një gjeru, dërsa kejunën të hijgjerat të në këshila. E pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, është të kjo, se gjëmasë. Nëse ka kërë i dhe të venë. është në dua me nuk jo musliman. Djeri të rëndë. Me Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Këtë ditë shtatë imam e veliju nuk përseri. Andaj nuk është fundje, pa përshkrua, me shumë të ditë një përshkrua. është ditë e veçantë, shumë e veçantë, edhe njerëzit të veçantë, edhe mshira se është e veçantë. Për ata, një mshirës të madhe, Allah të azzu u gjellë, që shonë zotin të rëmë në ti, në këtë ditë veçantë, në krejtë rëmë, për veçantë, ka që jemë këtu në Arafat, në nisin e tyne dhe ne, ka në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, se shejtani mallkuar nuk është pa, nuk shqipen, me i mallkuar, me i nënqëpar, me i poshtruar, me i thyër, me i përbuzur, me i vogët të tjerë, se sa ditën e Arafatit. Përbuz ditën e Bedrit për ka pa Gjebraili nga zbret në kemi diku muslimanve. E pse ditën e Arafatit a ndin vetën nga që poshtruar, sepse sheh rahmetin e madh Allahut, se si Allah mëzbret rahmet, e pi falë krejt na. Që i bije kjo? Kjo i bije sa i mallkuar 17 vjetë, rëbët i ka gra, her kitab, e her kitab, her kitab, e her kitab. Për një dit, ja rënaj robi, 17 vite për pjekje mund, ta ti mallkuar janë. Ja rahmeti Allahut. 17 vjetë natën e ditën, të më nubën a bërë për veti, a ka bërë shumë herë, sepse që na që i bërë si bërë për me laqeve, o për ati të mallkuari, atër është të për nefësit të orë. E më një ditë, Allah i madhruar në pasram, në farë, e pas të ishkar hadith e tjera, الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة أبا هدي تيتر أكثر ذاك يوم ولا تدركم وبو كذا هدروبي في شغالين دون نام ما أسمي جنا
Ata le përseta i malkuar qoftë. I malkimi Allah qoftë një herë. Vërtet e na mundon na lodhë, është e vërtet. Dhe jemi luftë me te, është e vërtet. Gjihad, luftë në shejtanit, është e vërtet. Ama me ndihmën e Allahut, ne ne triumfojmë. Dhe pjesë e saj është edhe ardha jote këtë vend, dhe dalë në istighfari jote, dhe faljet madhe të Allah gjenahet tonë, inshallah. Në zgjatë edhe ashtu, dhe nuk nisha më zgjatë, dhe nuk të më zgjatë më shumë, sepse është të më në të shtirë për i shtrejtë, keni nevojë me dalë, nuk isha abdes me marrë abdes, jutje dua, nuk ka të në qenë me abdes, nuk është në qënare, namazme nuk kena me falë, para ta një pishman që orëtsive, si qimia është e hikur të drega, se s'ka se njete, se nga të reqate, krej tjetë në një që për fokusu më angazhume, dua dhe me trutje dhe me istighfar. Ashme nuk ka namaz, ma istighfar, gjyshe të kible që shdojë, shtet me të bakë, nëse rrejt e kibles, me një istighfar, dhe se cilin më rënë gjënahet e vete, një të gjënahet e vete, e ka kanë të imarë dhe Allah, famin të barë. E lutë Allahu për vete, për familje, për të një, për aherete, shka që ata në marë, këtë e dëshmirë të tina, nga i marë dhe Allah të barë. E mbi gjitha, lëtë në Allahu, gjithë për gjenetore, sepse të dënjas, këto të në kaljohë, për na i në shkërtam se në njerëzë. Jem qëpë Allahu, që shtë në ndërën gjenetet e randërën këtë dënja, nësë në lanë përkon, as një vështërësia, as një spro, as një mundim, as një... Shka në kjo punë kështu? Dënja kja, tërbaloj, alën kja. Anim se një përgjusë dhe për dënja. Por mi gjitha, për në gjitha vëzotin jo në banë haram gjenet. E në mundësën gjenetin ja, dhe në ardhimi. Sepse në i në arëm të të përëzëm, nuk po mujna me dhërëmit të mërë. Grave, të tansa të të shëndërën të të a ka që të rëmë gjenimin e më. Për shka të mënë? Për zëpëna të rëmë gjenamin, ja rëmë. Neve dhe trindërve të tamë. Trindërve të tamë. Dhe gjitha tëërë muslimarën dhe muslimarën. Dhe cilët kanë besu zotin hapë. Ligamerin hapë. Bini Islam, dhe ka vdek me këtë një jara dhe në. Në zëtë në haram gjëhnami neve dhe grave, në djemve e mitave, mesave, dorna, gjithës të mënë dhe jara dhe në alimin deri një amer, cilët besojnë në këtë. Besojnë të nga merin nga në hapë, bini Islam hapë, dhe besin në imam, jara dhe në. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allah jetë bërojnë, e jurojnë. Ishme të lukën, të doa të atërënërë, e të gjithë në gjënarë, në gjëhnëmë në stofë, në gjënë të qërë, jarë dhe në një, të në dherë, të sabër, të në dherë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.